Përshëndetje dhe mirë se keni ardhur të gjithëve. Në emër të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dua t'ju falenderoj veçanërisht përfaqësuesit e organizatave të shoqërisë civile. Dua t'i falenderoj ata, përfaqësuesit e tyre, për kontributin e vazhdueshëm që kanë dhënë dhe japin në çështjet që lidhen me integritetin zgjedhor, administrimin e zgjedhjeve e të tjera të ngjashme. Gjithashtu, në lidhje dhe në kuadër të natyrës së aktivitetit që zhvillojmë sot, të takimit që zhvillojmë sot, do dua që në krye të erës gjithashtu të falenderoj Këshillin e Evropës, i cili vazhdon të jetë një partner i vlerësuar shumë nga ana jonë, si KQZ, një kontributor i vyer për Komisionin Qendror të Zgjedhjeve dhe për procesin zgjedhor në tërësi në Shqipëri. Diskutimi mbi trajnimin e administratës zgjedhore dhe edukimin zgjedhor është një çështje me rëndësi parësore, themelore për mbarvajtjen dhe mirë administrimin e procesit zgjedhor. Dhe ky komponent i procesit zgjedhor domosdoshmërisht është i lidhur me mënyrën se si organizohet dhe administrohet ky proces, ky komponent i zgjedhjeve, dhe jo vetëm në Shqipëri, por kudo. Ndaj rëndësia signifikative e këtij komponenti ka bërë me interes edhe donator apo partner të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, sikurse është në këtë rast Këshilli i Evropës, i cili në kuadër të programeve të tij, të cilat mbështeten më së shumti nga Bashkimi Evropian, por në rastin konkret edhe nga qeveria gjermane, dhe gjej rastin t'i falenderoj të dy këto institucione. Po përpiqemi së bashku me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve të ndryshojmë në mënyrë rrënjësore mënyrën e organizimit të trajnimeve zgjedhore dhe të edukimit zgjedhor në Shqipëri. Prej kohësh, në fakt, shumica prej jush këtu, edhe shoqërisë civile, janë dëshmitar, por edhe kolegë të tjerë të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, janë dëshmitar të këtij diskutimi në lidhje me ngritjen e një strukture të përhershme, të themi, të qëndërzuar, e cila do të ketë kompetencë të vetë trajnimin e administratës zgjedhore, por jo vetëm, si dhe edukimin zgjedhor në tërësi. Është një diskutim të cilin unë mbaj mend që e kemi nisur që prej vitit 2001, dhe për ato rrethana të cilat ndoshta nuk është rasti për t'i listuar dhe për t'i analizuar, ky proces në fakt ka ngelur vetëm në kuadër të diskutimeve. Me sa duket tashmë, rrethanat e ndryshuara po e bëjnë të mundur realizimin e këtij projekti, i cili është, sikur se thash në krye të erës, me rëndësi themelore për standardin dhe integritetin e procesit zgjedhor në Shqipëri. Jemi të gjithë dëshmitar të problematikave që kanë karakterizuar procesin e trajnimit dhe edukimit zgjedhor në Shqipëri, diku për arsye objektive, por më së shumti edhe për arsye subjektive. Organizimi ndryshe i kësaj sipërmarrje ne na bën të besojmë që do të përmbushi më së miri qëllimet për të cilat zhvillohet trajnimi dhe edukimi zgjedhor. Ndaj jemi të gjithë bashkë për ta bërë këtë diskutim dhe për të marrë një opinion edhe prej aktorëve të tjerë, dhe ky proces mos jetë një proces i mbyllur, pra midis Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe
partnerëve të tij, por është me rëndësi për ne mendimi dhe opinioni edhe i aktorëve të tjerë, kryesisht i shoqërisë civile, asaj pjesë e shoqërisë civile e cila në mënyrë të vazhdueshme është e përfshirë në çështje të administrimit zgjedhor. Duam të kuptojmë më mirë dhe më qartë se cili mund të jetë opsioni më i mirë i organizimit të kësaj strukture apo të këtij sistemi, e kam fjalën për sistemin e trajnimit dhe edukimit zgjedhor. Do të jetë ai brenda Komisionit Qendror të Zgjedhjeve si një strukturë administrative ngjashme me atë se si organizohen institucionet publike në Shqipëri, në shërbimin civil, apo do të jetë një strukturë e cila e varur dhe nën mbikëqyrjen dhe autoritetin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, por do të operojë si një njësi më teknike, më e pavarur në kuptim të përditshmërisë së aktivitetit të kësaj njësie. Akoma nuk e kemi marrë këtë vendim, patjetër, prandaj jemi këtu për të marrë inpute nga të gjithë interesuarit. Kemi patur diskutime edhe me përfaqësues të partive politike, jo të formalizuara këto diskutime, dhe kemi kuptuar prej tyre, prej të gjithëve, si prej atyre të opozitës, ashtu dhe atyre të majorancës qeverise, fakt një kemi parti e cila është në qeverisjen e vendit, dhe duket që ka një mbështetje për këtë ide, pra për të krijuar një strukturë e cila në mënyrë të përhershme do të jetë kompetente dhe përgjegjëse për zhvillimin e trajnimeve zgjedhore dhe të edukimit zgjedhor në Shqipëri. Është i lidhur fati i kësaj strukture domosdoshmërisht me atë se çfarë do ndodhi me reformën zgjedhore. Pse e them këtë? Sepse nëse do të jetë varianti që kjo strukturë do të jetë jashtë nga pikpamja e organizimit dhe asaj vetë si strukturë, jashtë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, pra në rolin e një qendre trajnimi apo shkolle trajnimi apo agjencie apo institucioni tjetër, natyrshëm që do duhet të kemi ndryshime në kodin zgjedhor ose ligji do duhet ta përcaktoj krijimin e kësaj qendre të themi ose agjencie. Nëse do të ngelemi në këtë kuadër ligjor që kemi aktualisht në fuqi, do duhet shohim se si ajo mund të riorganizohet, sepse gja ekziston si një lloj unity brenda KQZ-s. Do të shohim se si mund të riorganizohet në mënyrë të tillë që t'i përgjihet më mirë qëllimeve që ne të gjithë kemi në lidhje me trajnimin dhe edukimin zgjedhor. Është e lidhur domosdoshmërisht jo vetëm për faktin se si do të jetë strukturuar kjo njësi të themi, por është e lidhur edhe me atë se çfarë do të bëhet me mënyrën e organizimit dhe funksionimit të komisioneve të niveleve të dyta dhe të treta. E kemi thënë dhe kemi stërthënë që mënyra se si sot komisionet zgjedhore të niveleve të dyta dhe të treta janë organizuar dhe funksionojnë, mënyra se si ato janë të përbëra, në bindjen time të paktën se s'dua të marr përsipër që përfaqësoj opinionin e të gjithëve, veprimtaria e tyre është më së paku e karakterizuar nga një mungesë e theksuar profesionalizmi. Jemi dëshmitar edhe vetë partitë politike, edhe ato të cilat kanë kontest ndaj mënyrës së si dhe rezultatit të zgjedhjeve në Shqipëri, kanë evidentuar problematika të rënda në sjelljen e komisionerëve të nivelit të dytë dhe të tretë. Nëse do të vazhdojmë që këto komisione do të kenë përbërje vetëm partijake dhe anëtarët e këtyre komisioneve do të propozohen vetëm nga partitë politike, kam frikë, por me shumë mundësi, ta them këtë, por me shumë mundësi që rezultati i kësaj qendre e cila do të merret me
trajnimin dhe edukimin zgjedhor, nuk do të jetë ai që ne presim. Do duhet që Kuvendi i Shqipërisë edhe në kuadër të ndryshimeve të tjera të kodit zgjedhor, këtë do duhet ta ketë prioritet të vet absolut. E kam fjalën për Komisionin e Posaçëm Parlamentar për reformën zgjedhore, e më përpara partitë politike, veçanërisht dy partitë kryesore politike, Partia Socialiste dhe Partia Demokratike, dhe mandej Kuvendi i Shqipërisë për të adresuar këtë çështje me prioritet të lartë. E rikonfirmoj edhe një herë të paktën bindjen time, e cila nuk është dhe vetëm e ime në fakt, por e shumë aktorëve të tjerë, se përbërja partijake e komisioneve të nivelit të dytë dhe të tretë nuk garanton integritet të plot të administrimit procesit zgjedhor dhe profesionalizëm. Ndaj është domosdoshmëri që administrimi zgjedhor në nivelin e dytë dhe të tretë të mos jetë vetëm në duart të partive politike. Shpresoj shumë që të ndryshojë kjo situatë, me qëllim që çdo sipërmarrje e KQZ-s apo dhe aktorëve të tjerë në kuadër të administrimit të procesit zgjedhor të ketë eficiencë dhe të ketë dobi. Asi për ndryshe, kjo çështje e trajnimeve do të karakterizohet nga të njëjtat problematika sikurse edhe sot, ku partitë politike ndrojnë komisionerë sa herë ato që dëshirojnë, në administrim e procesit zgjedhor në nivel të dytë dhe të tretë, në shumicë dërmuese janë njerëz të cilët nuk kanë trajnimin e mjaftueshëm, dhe kjo logjikisht impakton edhe në standardin e administrimit të procesit zgjedhor. Ndaj, për mos u bëri bezdisur në ripërsëritje, është domosdoshmëri, rikompozimi, mënyra e organizimit dhe funksionimit të komisioneve të nivelet të dyta dhe të treta. Po e përfundoj këtu, pasi është me rëndësi të dëgjojmë të tjerët në lidhje me këtë projekt të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Faleminderit edhe një herë të gjithëve për pjesëmarrjen, faleminderit Këshillit të Evropës, Bashkimit Evropian, Komisionit Delegacionit në Tiranë, si dhe Ambasadës së Republikës Federale Gjermanisë dhe Qeverisë Gjermane për mbështetjen për këtë projekt, por jo vetëm. Faleminderit.